sot, në dhimbje të thellë, zi të rënd, pikëllim të madh, çdo shqiptar mësoi lajmin e hidhur të ndarjes nga jeta të presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova. Prisit dhe legjendës së qendresës qytetare, misionarit të madh, ai ushtërua në mishrimin e aspiratave, shpresave, idealeve më fisnike të qytetarëve të Kosovës, të cilat i mbrojti me një përkushtim të jashtëzakonshëm, me një qendresë epike, me sukses të madh. Sot, ai ndahet nga qytetarët e tij që aq shumë e deshtën dhe respektuar. Ndahet nga familja, ndahet nga miqtë e tij, por jeta, shpirti, vepra e Ibrahimovës shnohet në dritë, frymëzim për të gjithë qytetarët e Kosovës. Që me përkushtim, tolerancë, të çojnë përpara Kosovën si një shoqëri demokratike të qytetarëve të barabartë para ligjit, si një vend të pavarur, i sigurt në të ardhmen e tij europiane, integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian, duke shprehur ngushëllimet e mia më të sinqerta, së pari familjes së mikut tim të dashur,